Am lehen me ftu se sonte kam një mysafir shumë special, se tash kena me dole edhe tek lufta koshorës, kena me ful ende, po nuk guxoj me ful edhe për vrasjen e ministrit Ahmet Krasniqit pa e pas prezant njeriu më të afërt sipas meje, por normalisht edhe sipas juve, te Ahmet Krasniqit, i cili vjen nga ona jon, konkretisht nga fshati Pozhoran, por që jeton në Prishtinë. Ka qenë kolonel, ndihmësi i parë i Ahmet Krasniqit, me neve sonte është Fadrami që e ftoi me dhuratë të tij. Ma shumë sa është i jurin. Në më sejdhe, falënderit shumë qejllë. Do të gjit edhe njëherë se kështu si jo buni syna ashta, po në luftë kam pas rol të jashtëzakonshëm. Me mbroma miser, faleminderit shumë, baca fat qejllë. Po thras bace për respektit, se kështu i ri po. Dhe dy që me viftu në cilësinë e njëjtë. Shpresoj që herën tjetër të vinë si bravo, faleminderit. Kur dush, ty t'kim bërsh. Treta e vërtetë. Ta kim bërsh, po. Edhe paspore po vjen mirë që po të shoh se nëse zgaboj me shëndet diçka ke mos. Po kom pas disa sfide për tash inshallah. Shqetësoj Zotit, bravo. Në kalume. Po ku jena ndëgju, kom pas kënaqësinë kur kam ndëgju që promocion aseri po. Më thonë mezi kam prit të vi, ta shoh në një kohë të gjatë se s'na pa, po disa kujtime për kujtime të përmend në këto ngjarje që kanë ndodhur, një njeri që sigurisht që aseri është rasti me pas ata me bashkëpunim, po edhe me bisedë. Po, për cili ka qenë roli, tash është keq mi thonë në sy, po sipas juve se ju keni qenë ndihmësi i parë Ahmet Krasniqit edhe njeriu më i afërt. Po tani roli Kobrës. Është vështirë me kuptu luftrat dhe udhëheqjen e luftrat edhe bërjen e luftave. Zakonisht se ne flasim me termine ose zhargone ma shumë kështu qysh ju teket atyne, po në organizimin institucional që ka qenë në viteve 90, ose në mos 98, Ministria e Mbrojtjes e Forcat Armatuse të Republikës Kosovës dhe synimet që i ka pasën për çliриmin e Kosovës janë bërë planet në disa faza. Dhe në ato faza kanë qenë edhe njësitë që kanë qenë të subordinume prej nivelit të zonave ose korpuseve dhe njësitë operative brigadat edhe më të vogla deri te skuadra dhe individët. Në kuadrat e ministrisë dhe në përgjithësi ekzistojnë edhe do njësitë të veçanta, edhe njerëz të veçantë që janë më të aftë për mi bërë disa punë, bilim nga njëherë mi bojnë punë më të mëdha se që mundet një brigadë me realizuar. Edhe Naseri ka qenë një prej atyre me disa shokë të vetë që kanë qenë pjesë e këtyre në bazë të aftësive, në bazë të profesionale edhe fizike edhe morale edhe krejt, që kanë qenë të dedikuar për të bërë disa veprime në momente të caktuara për disa operacione më të rëndësishme të caktuara. Kështu ka qenë edhe roli në Koshar, që ekipet e veta janë pjesë e luftimeve të njësive që kanë marrë pjesë atje, po jo pjesë e subordinimit të komandantëve që kanë udhëhequr, po i bën operacionet dhe i udhëheqin vetë në bashkëpunim edhe në bashkën e ndihmë, sidomos në mbledhjen, në vëzhgimin, mbledhjen në përpunimin e dhonave të forcave të armikut edhe në territor edhe në brenda, që pastaj vinë në shërbim për me bën ekzekutimin e operacionit të duhur. Edhe këto njerëz duhet shumë pak përmenden, edhe në lufta dhe mas lufta, interesant është, po janë për me heroj të vërtet edhe vazhdojnë të jetojnë si të tillë me modestinë e tyre qeta. Bravo, do të vite për Kobrën edhe për këto fjalë të Mazedon. Pasafat, e po para disa dite në televizionin të shtatë, nëse s'gaboj, General Kudu Selam me tha që taj Zemaj në një farfurme ka dezetu. Cila është e vërteta në fakt? Ka ikë, ma shkurt. Tani, ka dosh Zoti që edhe unë t'jom pjesë e këtyre ngjarjeve të luftës që ka ndodhur në Kosovë, mas si të vegjël na kanë mësuar që me shekuj do ta bëjmë luftën për pavarësi edhe sirën nga okupatori serb. Dhe ngjarjet që zhvilluan gjatë luftës edhe mbas luftës më bëjnë pak të dyshim që mos me besu historisë të shkruar të shqiptarëve në të kaluar. Pse? Sepse mas luftës shumë janë bë njerëz komandanta, shumë janë bë njerëz që
kanë kontribu, besa i kanë edhe ngjarjet i kanë deformu, ose i kanë thonë nga konteksti i vetë, pa pas nivel të vetin në udhëheqjen ose në bërjen e luftës, por kanë marrë kompetencat të flasin edhe në nivele më të larta për t'i dhënë një konotacion të këtij tjetër. Tashti, kur është fol, ju e dini, ministrit e një qershor, kur është bërë është ajo betimi i famshëm që nisit kanë hyrë 3 brigadat, mesin aty ka qenë edhe brigada që pastaj kanë Rustem Berisha që i ka marrë në udhëheqje, Tahir Zema në Prapaqan e Dëvëzhin, ngjarje që më përpohet gjithsa herë në veprimet që i ka bërë, që kanë qenë ekskluzivisht profesionale dhe ushtarake, luftarake. Do të thotë edhe luftarake që kanë qenë, që i ka bërë njësit brigadat operative të Farkut, të Ministrisë së Brendshmit, ka qenë nivelin më të lartë. Ju e dini që forcat serbe kanë bërë dëbimin e shumë banorëve civilëve, edhe torturat, edhe vrasit, ka ndodhur edhe kjo në lugën e Baranit, ku kanë qenë të stacionuar shumë forcave. Unë kam qenë në Brezën kufitar, Ahmet Krasniqi ka qenë në qendër aty si ministër, edhe Tahir Zema ka qenë në vend. Ne kemi pas komunikim me telefona satelitor, me kompaninë të parë, edhe urdhën për mu tërheqen Tahir Zema e ka dhënë Ahmet Krasniqi për të kursyer civilet në bashkëpunim me OSB. Nuk ka ik. Absolut, nuk është shonca, domethënë nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë ka pas urdhër të dislokohet Talerian për mos me ardhen, edhe kërkesa ka qenë edhe nga faktori ndërkombëtar që ta bëjnë atë veprim. Si kanë qenë në telefonat satelitor. Po, disa njerëz mbas luftës janë bërë ma vonë shumë të mençur, edhe nuk i flasin gjërat gjatë çka ka ndodhur gjatë luftës, po nga ky ka. Po do të thonë që nuk është e vërtetë ajo që ka thënë Kudus Selama. Nuk është e vërtetë se Kudus Selama s'e ka njoft fare Tahir Zema. As nuk ka pas çasje me ditën që shotu u zhvilluan ajo ngjarje. Fundit Kudus Selama nuk ka pas edhe kompetenca, nuk ka kompetenca të flas për njësitë ose ngjarjet që kanë ndodhur aty. Po se s'ka qenë pjesë e vizë institucionaliste. Nuk është më rëndësi, ajo është pjesë, ai nuk i ka ditë dhe nuk i di ngjarjet që kanë ndodhur, edhe vjen komanduese edhe planifikimin edhe realizimin e operacioneve strategjike që ka pas Ministria e Mbrojtjes. Sepse këto plane kemi bërë në vitin 98, domethënë edhe janë miratuar këto plane, edhe nga qeveria, edhe nga Ahmet Krasniqi dhe shtabi që ka ekzistuar, që të bëhet deportimi në 3 drejtime. Unë më vonë kom jam thonë një sekret që nuk e di ndoshta edhe vetë ekzekutuesit e Kosharës, se manipulojnë edhe me këto moderator shumë, edhe televizione, për me thonë ka hetje, fatkeqësisht, se thonë Koshari është pjesë e shigjetës.